Ndërsa në Australi është ndaluar totalisht përdorimi i platformave sociale për të gjithë personat nën 16 vjeç, ekspertët shqiptar thonë se vendi ynë e ka të nevojshme një politikë të ngjashme. Në një bisedë të shkurtër, një 11 vjeçar tregon se e përdor TikTokun për të kaluar kohën, por pranoi se nëse rrjetet sociale do të mbylleshin, ai do të lexonte më shumë libra ose do të luante me shokët. Shikoj aty. I shikoj aty. I shikon? Po. Sa më kalu kohën. Sa me kalu kohën? Po. Por nëse ky TikToku nuk është, si do ta kaloje kohën? Me luajt me shok. Do luaje me shokët. Do lexoja libra. Do lexoj libra. Po. Një përgjigje që sipas ekspertëve tregon qartë se varësia ndaj ekranit shpesh nuk vjen nga nevoja, por nga rutina e krijuar nga algoritmet. Në rrjetet sociale majorenët publikojnë gjëra që minorenët nuk duhet i shikojnë, do ishte gjëja më e drejtë që shteti ynë mund të merrte. Psikologja Lorita Caka në një intervistë për Ora News sugjeron që platforma duhet të kufizojnë aksesin edhe pa hyrje në llogari, pasi shumë fëmijë shohin video të papërshtatshme pa qenë të regjistruar fare. Doja edhe diçka tjetër, se aplikacioni TikTok të jep mundësinë të hapësh një page pa u identifikuar. Pra mund mos japësh të dhënat e tua, thjesht ajo hapet dhe kjo gjë mos të bëhej. Çdo gjë të jetë e monitoruar me kartë identiteti dhe me Face ID, që të gjithë këta të mitur të jenë sa më larg rrjeteve sociale deri në moshën 18 vjeç. Në një kohë kur fëmijët po rriten të rrethuar nga ekranet dhe ndikimi i tyre po bëhet të gjithnjë e më i dukshëm në sjellje, mësime dhe marrëdhënie shoqërore, pyetja që shtrohet sot është nëse edhe Shqipëria duhet që të ndërmarrë hapa po aq të guximshëm sa Australia.